është kështu, po aludoj unë. Arsyeja pse mendoj se lidhjet me mua dështojnë është se jam i paf në mënyrën e menaxhimit. Pas ja thoj këto vetës. Po me shaka, nuk ka... I madhje, nuk kam dështuar kur. Nuk e dështuar kur. Nuk kam dështuar kur. Okej, komplimente. Veshja më e shtrejt që e kam pasur të veshur në trupin tim është? Sa? Sa lek? O ja, fute kota, një të tregojmë të çmimet e... Po tregoj se... 200 euro. Po me të besu. Thuje. Apërsisht. Po... Plus minus 200 euro sa? Hajtë po i them 1000 euro. Veç po kalon. Më the që je i sinqert. Më vure në një pozitë shumë të vështirë tani, sinqerisht. Po, okej, ja kam bërë qefin vetë. Dim, për sken njeri u blenë, Atere po them. Po më flet për në sken. Për në sken shkon edhe, më kanë shkuar edhe deri në 3000 euro. Okej, faleminderit shumë. Gjëja më e vështirë për ta kuptuar tek vajzat është? Ore, sun ma o që trurin. E fundit është se tani do të këndojmë. Më të gjinëdose fare. Do të këndojmë tani. E ishte edhe një pyetje ma thuajt lutem? Cila është gjëja më e vështirë, ose gjëja më e vështirë për ta kuptuar tek vajzat është çka? Çfarë është kur është shumë e vështirë ti kuptosh vajzat në kohët e sotme kur kanë diçka seriozisht apo e thonë për të të provokuar për diçka për të dalë diku tjetër. Okej. E kanë seriozisht apo me interes? Me interes të gjë dhe ti pa dashje mund t'jesh i lodhur e thua mund të duket një pyetje koti dhe i kthe një përgjigje shumë shablon, shumë bazike dhe ajo ta mban mend dhe mbas 2 muajsh kur ti debaton zero, ma the këtë mua atje, unë ta thash për këtë arsye. Dhe ti që se ke pasur mendje fare, e kupton? Okej. Faleminderit shumë. Çfarë do të interpretojmë sonte me orkestrën? Diçka nga muzika, këndojmë diçka nga Shqipëria e Mesme. Laje, laje, kryt si rosa. Okej. Si thoni çuna? Skena për ty. Laje, laje, kryt si rosa. Laje, laje, kryt si rosa. Sa me naze kërce në goca, sa me naze kërce në goca. Laje, laje, krysi rosa, laje, laje, krysi rosa. Sa me naze kërce në goca, sa me naze kërce